nuk ka qenë dhe sa të jenë të njëjtit figura që drejtojnë Partinë Demokratike, besoj që nuk do ketë ndonjë garë reale, sepse ka qenë gjithmonë pjesë e marrëveshjes ose pëlqyeri që kishin drejtuesit për drejtuar degën lokale. Mbaj mend që në 2009 një kandidat fitoi kundër kandidatit të pëlqyer nga kryesia e PD-s, edhe pati një periudhë, megjithëse ai mbajti mandatin 4 vjeçar në drejtimin e Partisë Demokratike, po pati një periudhë internimi të kryetarit të degës, i cili guxoi dhe fitoi pa pëlqimin e drejtuesve të Partisë Demokratike. Në rast se në Partinë Demokratike ti ke dalë kundër dëshirës të drejtuesve, praktikisht e ke të vështirë që të bësh karrierë dhe të avancosh. Ky është një leksion që ne kemi marrë herët, me thënë drejtën, kemi marrë herë dhe me garat që bëheshin brenda Partisë Demokratike. Kemi bërë gara në forumin rinor, do ta kuptosh që forumi rinor ka qenë ai më demokratiku krahasuar me partinë, se në parti ishte më ndryshe situata. Dhe ka pas ndërhyrje ministrash të rëndësishëm për të influencuar garën e forumit rinor. Ne kishim në 2009 kishim përballë ministrat Skolodashi, kishim ministrat e Bjarnishani, kishim ministrat Flamunokën, që ka qenë sekretar organizativ PD atëherë, për një garë që ne bën brenda strukturës së forumit rinor, sepse ata donin zgjidhin të pëlqyerin e drejtuesve. E kemi humbur atë garë me 3 vota, ku kandidonte një shoku i për grupimin rinor universitar të Tiranës, e humbur për 3 vota dhe kështu vazhdoi, pastaj humbëm dhe garën e Tiranës, sepse pushteti politik i drejtuesve, duke konsideruar që ata ishin ministra, nuk ishin thjesht drejtues politik. Këta impononin edhe zgjedhjet e tyre. Domethënë, me këto lloj garash ne jemi mësuar që në krye të herës, edhe jemi përshtatur kësaj situate. Fatkeqësisht që PD-ja sot është transformuar nga një parti që të paktën atëherë bëhesh garë, të lejonte që të kandidoje, e nxirrin dhe kundërshtarin ndonjëherë e nxirrin në kandidim. Tani nuk të lën fare as të kandidosh, domethënë nuk të japin mundësinë të kandidosh. Unë nuk mendoj se ja falin. Ju shikoni numrat që bën ato foltoret e të hënës, shikoni protestën e fundit që ishte për të ardhur keq, dhe demokratët nuk besojnë që ja falin. Thjesht janë indiferent. Thjesht nuk kanë më qëllim për ta mbështetur. Jo PD-n, drejtuesit. Nuk është çështja vetëm te Sali Berisha. Të gjithë niveli i drejtuesve që i rrim pas si huta në kuptimin e parë të fjalës Sali Berishës, tregon që ata janë po fajtorë në mos më fajtorë se Sali Berisha. Në fund ditës Sali Berisha po bën politikën që ka interesin më të madh për interesin e tij personal. Sepse kjo është gjë njerëzore, është natyrale. Personat që janë aty, që janë drejtues politik, që kanë një karrierë politike, nuk duhet ta lejojnë. Secili prej tyre ka përgjegjësi individuale në këtë drejtim. Demokratët e kanë shpërfillur, po e neverisin situatën në cilën ndodhet PD-ja sot. Ju nuk e keni idenë se sa demokrat nuk angazhohen sot në Partinë Demokratike. Njerëz me kontribute të jashtëzakonshme, po them. Njerëz që kanë sakrifikuar nga pasuria e tyre, nga familja e tyre, kanë sakrifikuar nga misia e tyre dhe nuk angazhohen sot në Partinë Demokratike. Ta janë 85% të Partisë Demokratike. Që e kanë braktisur? Kanë braktisur leadershipin, jo PD-n. Ata janë gjithmonë aty. I keni dëgjuar që thonë që Sali Berisha merr 500.000 vota? Se ka këtë, nuk i ka Sali Berisha ata. Ata i ka Partia Demokratike, janë nostalgjik të Partisë Demokratike, janë demokrat të cilët
e shohin PD-n si një mënyrë jetese, si një stil jetese. Ka njerëz që i vjen gjithmonë në ditë vështira, në ditë të mira, ditë këqija, kanë qenë në 97-ën ata, po ata njerëz aty kanë qenë në 97-ën. Në 97-ën kur nuk dili dot nga shtëpia, që nuk thoshe dot që votoj PD-n. Kanë qenë po aty ata njerëz, sepse ata janë të lidhur me Partinë Demokratike. Nuk janë të lidhur as me Sali Berishën, as me Lulzim Bashën dhe me asnjë tjetër. Se me këtë logjikë përmend Sali Berisha i bie që 621.000 votat që mori PD-ja në 2020 ishin të Lulzim Bashës. As ato nuk kanë qenë të Lulzim Bashës, as ato 500.000 nuk janë Sali Berishës. Ka 4 vjet që nuk i sjell asnjë të re e Partisë Demokratike, vetëm demaskon veten e vet për ato premtime që ishin që në krye të herës të gënjeshtërta. Primare, vot e lirë, domethënë ju do zgjidhni deputetët tuaj, ju do zgjidhni kryetarët e bashkive. Unë nuk e kuptoj se si mundet mos ta kuptojnë demokratët që e gjithë Partia Demokratike është në funksion vetëm një njeriu sot. Ne kemi thënë që në krye të herës, por e vërteta është që sot Sali Berisha e ka Partinë Demokratike vetëm për interesat e tij personale. Përmend gjithmonë non gratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk përmend kurrë ato të Britanisë. Kurrë. Është më e rëndë ajo. Ajo është më e rëndë, sepse zoti Berisha e sfidoi dhe në gjykatat britanike. Dhe vendimare e gjykatave britanike është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Lexon për mbështetje të grupeve strukturore kriminale, mbështetje për përfituar interesa politik, ka marrë mbështetje këtyre grupeve strukturore kriminale, ka përdorur qeverinë për interesat e tij, ka mbështetur miqtë të tij kur ka qenë në qeveri, e gjitha me radhë. Janë akuzat të tmerrshme. Zoti Berisha nuk i dha mundësinë demokratëve që ta mbanin mend si atë liderin shpirtëror. Nuk ja dha mundësinë demokratëve. E çoi PD-n deri në atë pikë sa të konfliktoheshin demokratët me veten e tyre. Domethënë çdo njeri ka një luftë të brendshme. Dhe lufta e brendshme në këtë rast është si do ta mbajë zotin Berisha në jetë. Ta mbajë si njeri që ka qenë ngrata nga latët më të mëdhenj në Shqipërisë, apo si njeri që demokratët e kanë parë gjithmonë si idhullin e tyre. Por realizon me sukses që shumica më e madhe e demokratëve ta mbajnë mend si njeriu që u përplas dhe u shpall non grata nga amerikanët edhe nga Mbretëria e Bashkuar. Mendoni që Partia Demokratike sot është demokracie brendshme, se nuk ka dhe diktaturë brenda subjektit. Ai e ka pushtuar Partinë Demokratike. Ka njerëz po them që duke ditur se si jetohet në diktaturë, vazhdojnë dhe nënshtrohen. Është dhe faji demokratëve që janë nënshtruar zoti Berisha. E ka si pasojë edhe e historisë kjo gjë. Ka njerëz që nuk duan të konfliktohen. Nuk e imagjinoni dot se sa e vështirë është në një ambient aq acid ti thuash të vërtetën. Është e tmerrshme. Sepse të akuzojnë nga gjërat më të tmerrshme që mund të ketë bërë njerëzimi. Ti akuzojnë ty. Përballet një person që ka mendimin e tij dhe që bie kundër me mendimin e zotit Berisha, niveli i agresivitetit dhe urrëties është nivele ekstreme. Dhe në fund ditës ti po thua atë çka mendon. Dhe fakti që ti guxon të thuash atë që mendon është tepër në ambientin që zoti Berisha ka rrethuar Partinë Demokratike. Erdi Saliani po bën detyrën, nuk po bën asgjë më shumë se detyrën. Ta bënte më parë, nuk e di. Në momentin që ju dha mundësia dhe u lirua nga një burgim i padrejtë, totalisht i padrejtë, ai filloi atë çka duhet fillojnë gjithë të tjerët. Nuk është vetëm betejë e tij. Ai bën aq sa mundet. Fakti është që atë po e ndjekin demokratët. Po i vjen nëpër salla. Po bëjnë takime që zoti Berisha sot
bashkë me udhëheqjen e PD-s nuk i bën dot, në përmasat të ato që bën zoti Saliani, tregon që demokratët më në fund kanë filluar dhe të reagojnë, të hapin dhe syt. Thon boll, dhe duhet të besoni që kur demokratët të thonë boll, i bie që ti e ke të kaluar limitin me disa herë. Kam bojkotuar që në 2022. Mos dëgjoni shifrat 44.000, 54.000, 64.000 janë. Një parti që vjet zgjedhjet e veta nuk ka gojë të kërkojë për zgjedhjet e përgjithshme drejtësi edhe ga reale. Tani unë po të them që demokratët keni për të parë, ju sfidoj çoni në qendrat e votimit, lini në çdo qendër votimi në ndonjë kamerë, edhe shikoni se sa veta hyn në qendër votimi. Në degët ku ka pas garë reale, ka pas numër të lartë pjesëmarrje. Në degët që u bën zgjedhjet e degëve të Partisë Demokratike, ku nuk ka pas, ku ka çuar kandidatë partia dhe një ka çuar për të humbur, një ka çuar për të fituar, siç bëhet rëndom, shikohet dhe numri i pjesëmarrësve edhe realisht po të them Partia Demokratike është në një situatë të tmerrshme për nga niveli i organizimit të strukturave të saj. Unë mendoj që demokratët kanë vojtur boll. Dhe zgjidhja gjyqësore e ka ta ndisë një PD në këtë gjendje. Çka do të thotë? Sot PD erdhi si pasojë e faktit që janë bërë ato gjyqjet edhe kanë pasur një konflikt të brendshëm. Nëse Partia Demokratike do të ekzistojë në të ardhmen, zgjidhja e vetme është marrja e Partisë Sali Berishës me atë çka ai ka më shenjtë, me forcën e kartonave, me forcën e mbështetjes brenda, me reagimin e demokratëve. Nuk të bën kryetar një vendim gjykate, siç nuk e bën Sali Berisha një vendim gjykate kryetar. Sali Berisha sot bën mitingje me 100 veta. Fatkeqësi e madhe është të vej PD-ja të bëj miting me 100 veta, është fatkeqësi. Nuk e bën një vendim gjykate kryetar. Vendim gjykate të bëjnë zemrat dhe mendet demokratëve. Sali Berisha nuk i ka. Dhe fakti që garoni vetëm është kjo arsyeja, sepse ai nuk i ka. Këta dalin sot dhe thonë që është i pakundërshtueshëm Sali Berisha. Po mirë, shumë mirë që është i pakundërshtueshëm. Vendosin kandidatin. Le ta mundi Ervinin. Le të mundi të gjithë Ervinët e mundshëm. Le të mundi këtë dojë që të jetë kandidat. Ta mundi patjetër, patjetër. E legjitimon Sali Berishën nëse arrin fitoren. E legjitimon në sytë e demokratëve dhe në sytë e opinionit publik. Sot Sali Berisha ka frikë për ballet. Unë dyshoj dhe diçka tjetër. Mungesa e kandidatëve është çështje strategjike. Sepse siç e dini, kandidat për balë Berishës kishte drejt për komisioner, kishte drejt për vëzhgues, kishte drejt për të deleguar në KKO, në Komisionin Zgjedhor të partisë. Dhe këta, domethënë asistentët e kandidatit ose vëzhguesit e kandidatit, komisionerët e kandidatit do marrin prezerbalet e tyre për kacë. Edhe mund nxjerrin publik një panoramë komplet të ndryshme të atij procesi zgjedhor. Dhe këtë duan ta shmangin sa më shumë. Kjo është arsyeja praktike. Ndërsa mungesa e kandidaturës bën që zoti Berisha t'i shmangë debatit brendshëm brenda partisë. Nuk do të ketë debat brendshëm. Unë mbaj mend në 2021 kam qenë një nga anëtarët e komisioneve kur u bën zgjedhjet. Ishin 4 kandidatura me udhëzim Partisë Demokratike, pavarësisht se ajo mund të quhet cigare pa drejtë e gjitha me radhë, të 4 anëtarët, të 4 kandidatët kishin kohë të njëjtë në dispozicion përpara gjykatës. Përpara anëtarëve të Partisë Demokratike. Ishin selitë e Partisë Demokratike ishin të hapura për secilin. Kryesitë e partive demokratike kishin detyrim merrnin pjesë në të gjitha takimet elektorale të gjithë kandidatëve, ju dha akses të gjithëve, ju dha mundësi që të ishin pjesë të gjithë në komisionet elektorale në qendrat e votimit, kishin vëzhgues të tyre gjitha me radhë.
Pavarësisht se edhe ajo mund të ishte gare pa drejt, po ta them prap. Por të paktën u krijua mundësia që të bëhesh një garë e vërtet. Tjetër që është e rëndësishme që këtu se thot asnjëri se djova zotin Kaso dje që tha që u kualifikua vetëm zoti Berisha. Pyetja e munguar ishte si ja keni bërë me pikën 8 të nenit 46, ku thot që është në fuqi ende, në statutin në fuqi, ku thot që kryetari i partisë që humb zgjedhjet nuk kandidon dhe nuk ka drejtë të rizgjidhet. Si ja keni bërë me këtë pikë? Domethënë gazetarët duhet ta pyesin konkretisht zoti Kaso, me që ju e keni kualifikuar si kandidaturë. Unë nuk e di se si do interpretojnë, por tini të bindur që në gjykat nuk vlin këto farsa zgjedhore na i vodhen na i bën, sepse gjykata do gjykon në bazë të akteve që ndodhen në dosje, në bazë të dokumentave. Dhe në dosje, dokument është vendimi i Komisionit Rregullator të 1 shtatorit në mos gaboj 2025 që thotë që PD-ja ka humbur zgjedhjet. Gjendja e vërtet e Partisë Demokratike duket në të hënën në orën 6 të çdo jave. Domethënë çdo të hënë në orën 6 ajo është situata e Partisë Demokratike. Fatkeqësisht, Berisha nuk gënjen më vet as rrethin e tij të ngushtë, jo më demokratët. Demokratët e kanë abandonuar në kuptimin e parë të fjalës. Sali Berisha ka një aleat shumë të madh, që është Edi Rama, të cilët të dy së bashku do bëjnë të mundur që të garantojnë pushtetin Edi Ramës e të garantojnë drejtimin e opozitës Sali Berishës. Sa të ketë fuqi Sali Berisha. Reforma e re elektorale që po bëhet, reforma e re zgjedhore, do garantoj pikërisht këtë gjë. Që Berisha të ketë monopolin e opozitës, që Rama të ketë drejtimin e qeverisë. Kjo është dilli që e bën në 2024, sepse siç unë kam qenë ekspert në reformën zgjedhore nga viti 2022 deri në vitin 2024, kemi çuar një projekt ligj edhe atyre atëre që ishin në pjesa e rithemelimit e gjitha me radhë, kemi kërkuar edhe atyre opinione lidhje për një projekt ligj të përbashkët që i vjen në interes Partisë Demokratike, bën komplet kundërtën. Bën mbylljen e listave, ajo që ishte gjë më dëmshme e Partisë Demokratike. Domethënë dëmi më i madh që i kanë bërë ata, ja ka bërë Erdbil Bylybashi me atë reformë që bëri. Por në fund ditës, po ta mendoj, domethënë edhe më kthjellët situata, mendoj që ka qenë interesi i vetëm ka qenë i Sali Berishës. Sepse në fund ditës ajo reformë garanton kryesimin e opozitës, ja garanton Sali Berishës, ndërsa drejtimin e qeverisë ja garanton Edi Ramës. Edi Rama në fund ditës kushdo qoftë do kërkoj më të mirën dhe interesi më të lartë për forcën e tij politike, pushtetin. Zoti Berisha, duke ditur që nuk e merr dot pushtetin, do të garantoj kryesimin e opozitës. Dhe reforma zgjedhore e re që do bëhet do jetë në këtë frym, në këtë situatë. Eliminimi të gjitha forcave të reja politike dhe të forcave të opozitës. Sot nga kampi i Majt nuk ke asnjë forcë politike, përveç lëvizjes bashkë të Alind Qorit, që është ekstremi i Majt, po themi. Nuk ke më asnjë forcë tjetër politike e cila të jetë në vagonin e Partisë Socialiste. I ka shkrirë gjitha. Se PSD është thjesht një parti që s'ka efekt elektoral, vetëm përveç zonës vet atje ku ndodhet në Shkodër. Unë shpresoj shumë edhe kam dhe akoma atë ndjenjën e idealizmit që PD-ja do të reagojë nga një keqje e madhe. Pasur konsideratë që demokratët reaguan 2005-ën nga një padrejtësi historike që ishte bërë në 97-ën, mendoj që këtë herë do reagojnë nga një padrejtësi e madhe që bën nga brenda familjes. Në një shtëpi ku babai nuk ka interesin më të mirë të fëmijëve të tij, që domethënë kryetari nuk ka interesin më të mirë të anëtarëve të tij, i bie që ajo shtëpi nuk funksionon. Mendoj që ka ardhur koha që
mos i bëj thirrje Berisha se ai e ka interesin e vet personal, është njerëzore ajo gjë, për të mbrojtur interesin e tij, familjes tij të afër me tij, patjetër që do tentoj ta mbaj. Nuk është faj Berishës që bën këto lëvizje, që tenton ta mbaj me çdo kusht. Është faj atyre që e lejojnë. Fajtorët janë ata, e unukët që rrethojnë Sali Berishën. Dhe realisht ata janë e keq PD-s. Sepse Sali Berisha pak të gardën e unukërve që e rrethojnë nuk mban dot Parti Demokratike.